Një ndërthurje unike e muzikës tradicionale shqiptare me xhazin dhe improvizimin bashkohor erdhi në skenën e teatrit Migjeni përmes projektit Gjelboz. Ky ultimi rallë artistik në kuadër të javës europiane erdhi i kuruar nga artistja kosovare Rona Nishliu dhe pianisti Gent Rushi. Ky ultim muzikor që lidh të kaluarën me të tashmen sjell një frymë të re në skenën shqiptare. Që nga viti 2004 që luaj muzikë dhe gjithkund nëpër Shqipëri, nëpër Kosovë, Maqedoni dhe natyrisht nëpër Europë. Po asnjëherë në Shkodër edhe ka qenë gjithmonë një habi shumë e madhe, po gjithsesi si duket pritja ja ka vlet, meqense sonte u kënaqa shumë me audiencën, me ngrohtësinë, meqense ky program është specifik dhe padyshim vetëm aty ku ka traditë, mirëpritet dhe si më thonë dhe përqafohet. Kështu që prandaj kam pas shumë dëshirë që një projektimin ta sjell në Shkodër dhe jam shumë e lumtur që ja dolëm në kësaj. Muzika për mua nuk ka qenë asnjëherë një profesion primar, prandaj kam dashur që përmes muzikës të jem 100% unë dhe kam dashur të jem e vërtet plotësisht për publikun, prandaj unë jam ndjek kështu për gjithë këto kohë dhe prandaj këtë kam ofruar për audiencën. Me një karrierë që e ndërthur suksesin personal me përkushtimin ndaj kulturës, artistja Nishliu mbetet një zë i veçantë që i flet mes notave muzikore dhe emocionit publikut. Pas Shkodrës, rroktimi do të vijojë në Korçë dhe Tiranë fal mbështetjes së delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.